në këtë edicion do të ndiqni. Zyra e Aleancës Kosovare të Biznesit ka reaguar për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Gjakderdhja në Nëretin kërkon intervenim urgjent dhe duhet trajtuar në kohë. Piktori Argenita Fetau synon të prek botën, së fundi merr çmim edhe në Indi. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Nëse nuk pezullohet vendimi i zyrës së rregullatorit për energji elektrike, për daljen e bizneseve nga furnizuesi universal dhe rritjen e tarifave, bizneset do të protestojnë. Kështu ka bërë të ditur Argjend Fetau, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, zyra në rrafshin e Dugaxhinit. Ai thotë se vendimi është i njëanshëm dhe rreth 1300 biznese do të kenë humbje 50 milion euro në vit. Aleanca Kosovare e Biznesit zyra rrafshit të Dugaxhinit kanë reaguar fuqishëm kundër vendimit të zyrës së rregullatorit për energji për daljen e bizneseve nga furnizuesi universal dhe rritjen e tarifave. Kryetari AGB-s për rrafshin e Dugaxhinit, Argjend Fetau, thotë se nëse nuk anullohet dhe pezullohet vendimi, ata do të organizojnë protestë me bllokim rrugësh. Në atë kohë kemi pasur 16 operatorë të cilët do të ofrojnë për 1300 biznese do të ofrojnë shërbime me një kostur më të lirë, ndërsa tash në dalë kundërta, sepse nuk kemi 16 operator, por kemi vetëm një operator, i cili operator ka dalë më i shtrajtë se sa Kesku. Dhe është vendimi i njëanshëm i zyrës, i cili bën ndesh me vetveten dhe me kushtet cilët i ka, me bizneset kemi ardhur, nëse nuk mirën parasysh këto temat të cilat ne kemi ngrit, ne do të bëjmë protesta. Protestat mund të eskalojnë, e them kushtimisht në thojza, të cilat mund të jenë me mjete motorike, bllokim të rrugëve, qarkullimit rrugor dhe të gjitha, derisa zyrët na merr parasysh si komunitet i bizneseve. Fetau thotë se vendimi i zyrës është i njëanshëm dhe me rritjen e tarifave të energjisë, sipas tij 1300 biznese do të kenë humbje mbi 50 milion euro në vit. 1300 biznese që janë mbi 50 punëtor do të kenë humbje mbi 50 milion euro në vit. Mbi 50 milion euro në vit. Dhe ne si OKB kemi quar kërkesa, kemi bërë jemi përnëcuar për media të gjitha, po pëmdogu nuk kënë marrë parasysh. Sipas zyrës së AKB për rrafshin e Dugaxhinit, ata do të jenë gjithmonë pranë bizneseve dhe nuk do të heshin përballë padrejtësive. Pas vendimit për rritjen e tarifave të energjisë elektrike, janë rritur natyrisht edhe çmimet e shumë produkteve bazike të shportës familjare. Njohësi i çështjeve ekonomike, Jakub Bellaça thotë se duhet të bëhet kontroll më i shtuar te bizneset me qëllim që të parandalohet zinxhiri i rritjes së çmimeve. Në një kohë kur qytetarët përballen me vështirësi të shumta ekonomike, rritja e çmimeve nga ana e marketeve të mëdha po shihet si e pajustifikuar dhe jo vetëm. Ekonomisti Jakub Bellaça thekson se nuk ka arsye reale që tarifat e energjisë të përdoren si pretekst për rritjen masive të çmimeve, sidomos nga bizneset e mëdha. Unë nuk e arsyetoj sepse tek ne shumë biznese, sidomos marketet e mëdha, po tregojnë të pandërgjegjshëm dhe është jo etike që të ngritin çmimet për shkak se është ngrit tarifa e energjisë elektrike, për shkak sepse në total sipas kostos direkte do duhet për shkak edhe shpenzimet fikse plus shpenzimet variabile. Domethënë në total do duhet për shkak të plus 16% jo për shkak shumë sektorë, shumë produkte të cilat nuk i shpenzojnë për shkak atë shumë energji elektrike që cakton çmimin mirë, por çmimet duhet të jenë të kontrolluar dhe duhet të jenë sipas çmimeve tregut dhe sipas arsyeshmërisë ekonomike dhe faktikisht kjo është e papërballueshme për ekonomitë familjare, për konsumatorë. Ai kërkon nga institucionet përgjegjëse të veprojnë me më shumë vendosmëri, duke vendosur kontroll më të rrept mbi tregun. Në këtë rast do duhet ngritur zëri më shumë institucionet përgjegjëse, sidomos tek bizneset dhe marketet e mëdha, i rrjeti marketet që të mos të ngritin çmimet, sepse nuk kanë arsye që të ngritin çmimet për çdo ditë dhe sa herë ngritet çmimi i rrymës, se nuk kanë shpenzim të rrymës aq shumë për me ngritur këto çmimet në mënyrë ekstreme, sepse është e papërballueshme inflacioni, ngrohen tjetër nga rritja e çmimeve,
për një ndërsa pagat për shumë kohë 3-4 vite apo edhe më shumë nuk ngritën fare, kështu është e papërballueshme për qytetarën edhe për ekonomitë familjare, sidomos i rrezikon kategoritë me të hyra të ulta si kategoritë pensionale, pastaj kategoritë me asistencë sociale. Tani është momenti që institucionet të reagojnë dhe të vendosin rregull aty ku po mbizotron kaosi, sepse një ekonomi e shëndosh ndërtohet mbi drejtësi jo mbi përfitim të njanshëm, shtoi Bellaça. Kirurgjia pjesës së pasme të syrit, e njohur ndryshe si kirurgjia retinale, është një nga ndërhyrjet më delikate në fushën e oftalmologjisë. Oftalmologu Vigan Roka thotë se në rastet kur ndodh gjakderdhja në retin, duhet të trajtohet si rast urgjent për të intervenuar. Kirurgjia pjesës së pasme të syrit, e njohur ndryshe si kirurgjia retinale, është një nga ndërhyrjet më delikate në fushën e oftalmologjisë. Doktor Vigan Roka, specialist i syrit, thotë se kjo pjesë e syrit është jashtëzakonisht e ndjeshme, pasi përfshin indin nervor që dëmtohet shumë shpejt. Kirurgjia e retinës, siç thash, pra është kirurgji e pjesës pasme të syrit, një shtresa më ndjeshme e syrit, sepse janë inde nervore dhe të cilat shumë lehtë dëmtohen. Arsyet për cilat kjo kirurgji aplikohet janë të ndryshme, ka sëmundje të shumta të cilat trajtohen me këtë mënyrë, duke filluar prej gjakderdhjeve që mundin më ndodhen në trupin qelçor, të cilat e bllokojnë kalimin e dritës në retinë, edhe shkaktojnë një vërbim, i cili mund të konë, nëse nuk trajtohet, nga një edhe i përhershëm. Shkolitja e retinës është një për problemeve shumë madhore, e cila nëse nuk trajtohet çon në vërbim, edhe nëse trajtohet dikur shumë vonë nuk ka më pas sukses, edhe nëse ka sukses operacioni nuk kish më pas në aspektin funksional sukses. Kirurgjia retinale përdoret gjithashtu te pacientët me diabet, të cilët shpesh zhvillojnë komplikacione të syrit si pasojë e sëmundjes, shtoi oftalmologu Roka. Përdoret te pacientët diabetik, te ashtu quhet retinopati diabetike, të cilat janë gjendje të sëmundjes syrit si pasojë e diabetit. Përdoret te disa ashtu quajtura membrana epiretinale, të cilat zhvillohen mbi retinë edhe shkaktojnë një deformim të pamurit. Ka raste kur krijohen vrima në mes të retinës, në qendër, në pjesën me të cilën e fiksojmë ose shohim ose shikojmë në mënyrë në mat të mprehtë me atë pjesë, kur krijohet atë një vrim, bjen shikimi në mënyrë rapide, bjen në 5%, 10% ose edhe më pak. Këto janë problematikat kryesore ose në rastet të infeksioneve të rënda, në rastet të endoftalmiteve, nevojitë të trajtimit me kirurgji retinale. E kur është fjala te rastet që janë më urgjente në intervenim, oftalmologu Roka thotë se rastet më urgjente janë gjakderdhja që ndodh në retinë dhe që koha e saj për ndërhyrje duhet të ndodh brenda javës. Është një gjakderdhje nën retinë, nën regionin makular, pra pjesën me të cilën na shohim, edhe pjesa më e rëndësishme të pamurit, të retinës për të pamurin tonë. Nëse ndodh një gjakderdhje e tillë, atëherë ndodh një vërbim i papritur i pacientit. Edhe në moment fillon mos më pa me atë sy. Edhe afatet kohore për mu realizu një operim i tillë, për mu trajtu kjo problematik, janë rezultatet më të mira në brenda javës parë. Po edhe sa më herët që kryhet në qenë ditën e parë, ose orët e para kish më kohën më mirë. Këto është një rast ku jepet një medikament për mi shkrijat koagull gjakut, mi tret edhe pastaj bëhet thithja e gjakut dhe largohet në periferi. Po për çdo orë që kalon, për shembull në këtë rast, çdo orë që kalon ndodhin dëmtime të pakthyeshme të syrit, për ata është më rëndësi. Kirurgjia pjesës së pasme të syrit mbetet një ndër ndërhyrjet më të ndjeshme dhe më të ndërlikuara në oftalmologji. Pasionin për të njohur më shumë botën që ofrojnë instrumentet muzikore e kishte qysh studenti muzikës Ilir Çorri. Ai thotë se studimet në instrumentin e kontrabasit i mundsojnë të përfitojnë ndjesi të veçanta dhe se dhe shumë zgjedhje muzikore, kontrabasi është instrumenti më i preferuar për shkak të specifikave që ka.
Ilir Qori nga Gjakova, kontrabasist, është absolvent në Fakultetin e Arteve në Pej. Muzikanti Qori thot se dëshira për të luajtur me këtë instrument i ka lindur qysh nga fëmiria, e si pasi kontrabasi është instrument i veçantë dhe nuk është shumë i përhapur në vendin tonë. Rëndësia e këtij instrumentit është, domethënë, si instrument është shumë dimensional, përdoret në shumë lloje dhe në shumë zhanre të ndryshme të muzikës. Duke përfshirë atë muzikën serioze, domethënë klasike që përdoret nëpër filharmonia, po ashtu përdoret edhe nëpër ansamblet të muzikës popullore, në muzikën jazz është më i kërkueshëm, po ashtu edhe nëpër zhanre të tjera moderne. Qori thot se ndjesia që t'jep ky instrument është e mrekullueshme dhe përshtatet në zhanre të ndryshme muzikore. Kontrabasist me qenë është një ndjesi, mund me thonë, e papërshkrueshme, sepse aktualisht në Gjakov, po ashtu edhe në krejt Kosovë jemi shumë pak persona apo instrumentist që e studiojmë dhe që luajmë në këtë instrument. Edhe tash ka fillu, domethënë, edhe interesimi i këtij instrumenti. Ilir Qori bën pjesë në grupe të ndryshme muzikore si kontrabasist, por edhe kitarist, madje është pjesë edhe ansamblit të Gjakovës. Jam i angazhuar edhe si antari më i ri tashti i grupit Rilindja, si gitarist dhe kontrabasist i atij grupi. Pas kësaj ka që 1 vjet e gjysmë që jam edhe antari i ansamblit të këngëve dhe të vallëve popullore në Gjakov, ku aty kemi marrë pjesë nëpër koncerte të ndryshme dhe nëpër festivale të ndryshme si kontrabasist, pasi që ka shumë vite që i mungon Gjakovës e kontrabasi në muzikën qytetare dhe atë popullore. Synimi i tij është që të plotësoj profilin e tij përmes ngritjes profesionale dhe të jetë pjesë e festivaleve dhe koncerteve të ndryshme muzikore brenda dhe jashtë vendit. Piktoria Argenita Fetahu, me punën dhe angazhimin e saj në artin e pikturës, po synon të depërtojë edhe në skenën ndërkombëtare. Së fundmi ajo ka fituar një çmim prestigjioz në Indi, për të cilën thosë se e bën të ndihet mirë dhe të rrisë për kushtimin e saj në profesion. Piktoria Argenita Fetahu vazhdon të mbajë lart emrin e Kosovës në skenën ndërkombëtare të artit, duke dëshmuar se talenti, pasioni dhe përkushtimi mund të tejkalojnë kufijt. Së fundmi ajo është vlerësuar me një titull prestigjioz në Indi. Titullin që kam fituar së fundmi në Indi është një përzgjedhje që më është bërë, sepse ata kanë përcjellur punën time, rrugtimin tim si një artiste, dhe kjo dëshmon që unë tani jam si një ambasador që përfaqësoj përpos veten time dhe vendin tim, edhe kjo tregon se në çdo ekspozitë, domethënë që do mbahet tani e tutje, do tregoj vlerat dhe kulturat tona. Madje këtë vit ajo është përzgjedhur për të përfaqësuar Kosovën si e vetmi artiste kosovare në Bienalen e Londrës. Si vjet kam aplikuar në Bienalen e Londrës, kur jam përzgjedhur dhe jam e vetmja kosovare nga Kosova që do përfaqësoj vendin tim si vjet. E ngjarja do mbahet me 16 korrik deri me 20, kështu që po mendoj që do vazhdojmë edhe të ndjekim edhe atë rrugtim dhe të shohim edhe rezultatet të cilat do shfaqen tutje. E kjo arritje për Fetahun nuk është rastësi, pasi ajo shprehur se qysh nga fëmiria kishte një talent të tillë. Talenti është i lindur, edhe që se fëmijë kom bizatu, atëherë kur nuk më ditë mi dallu çfarë është ngjyra, domethënë prej lapsit, edhe mandej me kalimin e kohës e kom pa talentin tam dhe e kom ushtru, edhe sot kom arritur ku jam. Arti nuk është thjesht krijim, por një mision për t'i treguar botës identitetin, kulturën dhe shpirtin e një populli, tha mes tjerash Fetahu. Në kinema Hyrie Hana dhe gjatë ditës së sotme ka vazhduar të shfaqet filmi për fëmijë Lilo and Stitch, ndërkohë interesimi i fëmijëve për ta shikuar filmin ishte shumë i madh dhe për këtë shkak organizatorët kanë vendosur që repriza e filmit të shfaqet edhe të dielën dhe të mërkurën. Për 2 ditëresh, salla kinemas Hyrie Hana ishte mbushur plot fëmijë të grup moshës së ndryshme, të cilët të shoqëruar me njëri tjetrit, shfrytëzonin fundjavën për të shikuar filmin e tyre të preferuar.
Publikimi i Lilo and Stitch u prit me sukses të jashtëzakonshëm. Në fytyrat e gjithë secilit vizitor në ambientet e kinos hyrje hana, duke e madhe dëshira për ta parë filmin, madje disa prej tyre edhe nuk nguruan ta shprehnin atë. Për se kam qenë e vogël, ky film ka qenë shumë afër zemrës teme, shumë më ka pëlqyer, kam dashur pa qysh e kanë bota edhe me njerëz për ima. Edhe do të thonë ka qenë film shumë i mirë edhe shpresoj që s'ja kanë humba të lirë. Ky film më pëlqen edhe ka një kuptim shumë të mirë. Se kjo vajza e kujdeset për Stitchin. Më pëlqen për këtë film që një vajzë e vogël kujdeset për një kafshë të vogël, të kaltër që ka emrin Stitch. Shumë i bukur ambienti, e kam pëlqen, edhe shumë nëzit ka pas me mi në këshër filmin. Për shkak të interesimit të madh të fëmijëve, menaxherët e kinemas Hyrje Hana vendosën që filmin Lilo and Stitch ta reprizojnë edhe të dielën në terminet e orës 15:30 dhe 18, si dhe të mërkurën me 28 maj në terminin e orës 18. Ndërkohë, filmi sjell fabulën në një historie të një fëmije që përpiqet ta gjejë një mik të mirë. Shfaqja premierës dhe reprizave tjera është një dëshmi e mirë e sukseseve të kinemas Hyrje Hana, e cila gjithmonë në kalendarin e saj zgjedh filma që janë në preferencat e artëdashësve. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranët e mereshje shiu, me temperaturat që kanë lëvizur nga 10 deri në 15 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizin nga 8 deri në 16 gradë Celsius, karakterizuar nga moti ndryshueshëm. Dita e hënë do të karakterizohet nga moti vranët e me diell, me temperatura që do variojnë nga 9 deri në 22 gradë Celsius. Ditën e martë pritet të jetë moti vranët e me diell, me temperatura që do lëvizin nga 11 deri në 24 gradë Celsius. Për të mërkurën parashihet moti ngjashëm, me temperatura që do variojnë nga 12 deri në 24 gradë Celsius. Moti ndryshueshëm parashihet gjatë së enjtës, shoqëruar me temperatura nga 12 deri në 24 gradë Celsius. Për ditën e premtë parashihet moti vranët e mereshje shiu, me temperatura që do variojnë nga 12 deri në 23 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Zyra e Aleancës Kosovare të Biznesit ka reaguar për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Gjakderdhja në Nëretin kërkon intervenim urgjent dhe duhet trajtuar në kohë. Piktori Argenita Fetau synon të prek botën, së fundmi merr çmim edhe në Indi. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.